Ja japim fjalës tash vllaut ton që ka qenë kryeprokuror i Kosovës, Haxhi Hilmi Xhitia. Haxhi Hilmin e kemi bën një farë kontrate deri desim me kon bashkë inshallah taala. Em ka pas pyetin çabe kur jemi kon pi katit fundit nalt. Ti këshyr kret Haxhit poshtë. Ata ja shkelin njëri tjetrit komën normal, si gjithaj kallaballek 3-4 milion, 5 milion. Pa të pyet tha, gjithë shmirën vesh marr ky popull. Se me gjutë prokurorisë kjo, që shmirën veç. Sa shpo mirë, këtu veç të vi selam aleikum, më fale ka kuptimin. Selam aleikum, mjep me hangër, selam aleikum, mjep me pi, selam aleikum shkova, selam aleikum erdha. O Xhilmia, qof para meje që të Allahit nderoft, e të qoftë në xhenet me gjithë mua. Selamun aleikum të gjithëve. Unë tash jam pension, por kom qenë kryetar, do më thonë kryeprokuror i shtetit të Kosovës, për një 8 vite e diçka. Në jurisprudencë jam një 45 vite e diçka. Është e vërtet ajo pak mulla mazlumi atje, por du ta tham edhe një tjetër. Ne kur ishim atje me shku, nuk më ishim me depërtu fare heq. Ne keshim një prisë me një flamur. Edhe na shtytën, na hudhën, na qunë në skaj diku në atje mrapa, e pia bëj kanë qenë do mjek 3. Zotë i ruftë ata, po më thojnë, a Xhilmi, tha, bën mi ashti i krahin. Tha shtinja, hedh, edhe u dëft na ishim pak matë fuqishëm, matë zotë, u dëft me depërtu edhe më ardhë. Po me të vërtet, kas kush nuk u jedhnoj, kas nuk u bëjk. Mos të jo, tash për këtë çështje, por unë do të flas pak. Kolegu jem më duket prej policisë, ke zoti Kolgesi, diçka foli për dukurit negative. Ju keni një rol shumë të rëndësishëm, ju ulemaja që jeni, teolog të fesë islame. Unë e përdori gjithmonë një njeri se kam një djalin tim këtu, edhe ai ka kryer është mjek veterinar, edhe një kohë, po më thot bab, tha, unë e kom marrë përfundim që është krijuesi. Tha pse? Tha, kër e kom studiu një muskull të një kafshë, ata s'munët me ba kur kush thot vetëm ai krijuesi. Tash, duhet vi këtu ku jemi me dijeni. Apo vim, a duhet të kemi dijeni të mjaftueshme ajo? Njeriu nuk ngjihet dijeni asnjëherë. Unë e thash atë 40 e diçka, por po mendoj se nuk di kur gjë. A që jesë për dijeni edhe tjetër. Feja ka një rol shumë të madh në dukurit negative shoqërore. Pse bazohet në librat e shejta. Nuk është vetëm Kurani, por edhe libra tjera të feve tjera. Kurani është kushtetut, ka dispozita ligjore të cilat urdhërojnë, ndalojnë edhe udhëzojnë. Gjitha këto dispozita kanë komentet e veta, kanë vlerën e vetë. Edhe drejta sot që mësojnë studentët, juristat, e kanë bazën këto libra të shteta, bazën kuranore edhe ecin. Mirë po, unë mësë me zgjatë dhe mësë me mërzit, dukurit negative janë evidente. Janë bukur shqetësuese. Edhe në Kosovë, edhe në rrethin, edhe në Ballkan, mos tham edhe të vendet e zhvilluara, nuk janë ata pa kriminalitet edhe pa këto sende, nuk janë. Pëllën është edhe ma shumë, ose dikush tjetër, po ndigjaj. Ne e dim ku jemi me takat, e dim ku jemi me bazën ekonomike. Baza ekonomike është e keqja e të gjithave. Por, a mundet këtu të ketë feja rolin e vetë? Sigurisht që po. Për arsye se jep një stabilitet, jep një durim, jep një sabër. Në posa qërështë që flitet ose tregohet pse është e keqe, pse nuk vlen, çfarë pasoja shka. Unë, më falni, po duhet të thamë, po me kohë jem rritë në familje me xhollar. E kom pas edhe vjerën, edhe dajën e babës, edhe këtë edhe nuk kom pas ka medalë, diçka. Por edhe tash. Edhe në fund edhe mu. Edhe ty shok të Edhe tani, unë po shkoj po ndigjoj ligjerata. Besomni nga një herë, po shqetësohem se po mduket disa vende, do ligjerata pak nuk janë bashkohore. Kësha lut pak ligjerata ta rrthejnë ose ta rrehin
pyke ose aty në marrëdhënieve shoqërore që janë sot, që janë aktuale. Me kohën. Ato që sot janë të interesuar me ditë. Ato çështjet që janë tjetër. Ka vend historia islame. E mësojnë, por krahas asaj, ju lutem, ka njëherë duhet futet edhe këto të përditshmet. Këto dukurit tona. Se cila lagje i ka problemet e veta, se cili qytet i ka problemet e veta, specifikat e veta. Gjithkun ka, edhe në familjen tonë, edhe në familjen teme ka dukuri negative, cilat duhet debatu, duhet që Islami është tolerante. Prandaj me gjithë tolerancën, por me bindje. Unë e besoj që një dietar i fuqishëm edhe i cili ka një uri bukur të mira, nuk ka asnjë që mund të përballoj edhe nuk do të ketë në realitet do të kishte shumë efekt edhe vlerë pozitive në jetën edhe në mirëqenien shoqërore që duhet të ekzistojnë në Kosovë. Jo e Shqipni ka shumë përdorim drogës, është shumë shqetësuese ajo, edhe mos tham nga një herë se është Iran, për arsye se shumë nështë edhe fetar, edhe musliman, edhe haxhi, edhe këtë tjetër, i mshelin sytë para asaj dukurie negative, sepse e kanë shtëpitë vetë. Tani që po them këto. E kanë shtëpitë vetë. E tash, nëse tolerojmë, se tjetër na them toleranca është pranim. Në kësha dashtë. Mos thëmë të në edhe për dukuri tjera, pak ma të shëmtura. Por e keqja, ma e keqja që është gjitha që është rana. Feja ka rolin kryesor që njerëzit, ose të rritë, ose të tjerët, të menjanojnë ato dukurit një atjeve mashtruse të qujna. Ju keni me pa ku do sot në treg që dhe një qytet, në dyqan, ku do që të mërë një, keni me rrudh kratë me thonë, e tash apo mashtran kuj, apo s'po mashtran. Ku jemi? Prandaj, qëto janë ato cilat e shqetësojnë popullin ose tjetër. Këto si kur të evitojmë, atër e tjera, inshallah Zoti, na ndihmon e si për para. Faleminderit. Allah i nderoft, Haxhi Ilmin. E kam lexuar një herë një farpunimi shumë të shkurtër, po më ka pëlqyer shumë. Por me ecë përpara një shoqëri, ku dash kemi pas 3 elemente. Me diturinë e dietarëve, ju që jeni në përpunën shtetënore, që ta keni parasysh, nëse qeveritarët nuk i afrojnë afër vetit dietarët, kërgjon se në bëjnë mirë. Se ngelin të gjveshur nga vlera kryesore, pra qeveritarët me i pas afër dietarët. E kam lexuar kësaj këtë punim, po thot, pa diturinë e dietarëve nuk shkohet para, edhe pa drejtësinë e qeveritarëve nuk shkohet para, edhe pa bujarinë e pasunikëve nuk shkohet para. Këto janë 3 elemente kryesore të formimit të shoqërisë e mohabet edhe më shumë ka.